Unë uroj që të merrni mandatin e deputetit, po nëse Kulluri nuk merr mandatin e deputetit, çfarë do të merret? Do të vazhdoj politikën? Është sigurt që me voleyboll nuk do merrem dot më, se më ka kaluar mosha, kam lënë 21 vjeç dhe nuk vazhdohet më. Kam shumë gjëra për të marrë, kam për të rritur djalin, për të edukuar, se kam 8 vjeç. Po ja flas me politikë, do të vazhdoni të këmbgulni në politikë? Çka ta shohim ç'do ndodhi, po besoj që kam shumë bindje që do morosh nda 12 mëngjes për mandatin. Shiko, Vlora shumë inteligjente dhe kurajoze, dhe Vlora besoj këtë që kam bërë unë dhe kolegët e mi e vlerëson shumë. Dhe këtë e dalloj për ditë takime. E kam ditur që do pritesha mirë, se nuk jam shkëputur në herë politikisht nga Vlora. Ti do ta dish, unë banoj një pjesë kohës në Vlora. Ne si familje kemi ndërtuar shtëpitë e vjetra tona në Dukat. Ashtu siç në zonën e Lumit Vlorës ku jam nip, në Smoktinë, në shumë fshatra të tjerë, në Veç, unë vazhdoj mbaj kontakte me njerëzit e mi, me miq, me rreth miqësor dhe strukturat e PD-s që kam krijuar të marrëdhënie prej shumë vite elektorat, po dhe shumë të majt që janë miq, familjar të mit, shok të mit, kushuri të mit, sepse janë shqiptarët tanë. Unë nuk e kam konceptuar politikën si luftë civile, kur asnjë. Janë rival, dua ti mund. Një pyetje, dje keni qenë në atë zonë si përfaqësues i Partisë Demokratike dhe të Sali Berishës. Para ca vitesh. Para ca vitesh. Pastaj ose Partia Demokratike se Basha s'ka qenë realisht, po. Kjo tashmë është e qartë. Basha ka qenë një kukull aty, një toj që e përdorte Berisha nga poshtë. Edhe nuk e di ç'mendoni ju, po unë mendoj që nuk mund të ketë një politikan më disaster se ai. Të rrit 12 vjet në pushtet, mos bëj asgjë, nuk e prish punën. Dakor. Nuk e ndihmojmë dot. Ja, për tani mos e. Por them, tash që ju shkoni në atë zonë, a ka ndonjë konflikt me njerëzit e asaj zone, domethënë që ju ato kanë qenë me PD-n deri sa keni shku dhe ju keni luftuar për PD. Një pjesë kanë mbetur në PD, një pjesë kanë ardhur këtej. Është çfarë elektorati në gjysmë. Që është çfarë, po pjesa më e madhe janë me PD-n sot atje apo kanë ardhur? Patjetër që PD në raport me, shiko, unë nuk kam hyrë atje për të përfituar zgjedhjet, kam hyrë për të përfaqësuar në parlament. Kam hyrë për të marrë një mandat, po besoj partitë e reja do marrin më shumë se një mandat në Lorë, do marrin edhe 2. Edhe në Fierdën, Shkodër, Durrës, Elbasan, qashtë e mëdha, partitë e mëdha janë në Tirana është sa mbete se është mbi 2 pastaj, është mbi 5. Për mua. Të gjithë partitë e vogla. Kjo është pyetja e fundit. Si shikoni dhe çfarë roli mund të luajnë nëse se marrin një numër të caktuar që rol kontrollues me parlamentin, me qeverinë ardhshme, kjo është shumë e rëndësishme. Sa deputet duhen që të keni një rol kontrollues? Një deputet për mos bërë 71 qeverinë asnjëri. Kaq mjafton një deputet. Po nëse Rama do të marrë 74, se Rama do të marrë 74, besoj të gjitha partitë e reja do i ketë përballë. Mua po, Angeleri, Dashin. Do ketë një pamje tjetër parlamentit. Do ketë një opozitë tjetër, po unë besoj që do ketë një qeveri që më kontrollojë më të mirë për shqiptarët. Besoj që vendi do shkojë te qeverisja e koalicionit. Me Ramën apo me PS-n apo do të kemi qatë një gjë. Por në 7 mandate as Rama as Berisha nuk janë më kryeminist. Asnjë parti e re nuk do pranojë me Ramën dhe Berishën kryeminist. Kjo është e sigurt. PS-ja mund të përdorë një figurë tjetër, le të merrem vesh me ato parti që janë të majta që mund të bashkëpunojnë me ta. Unë nuk bashkëpunoj me PS. Ne do bashkëpunojmë me PD-n qeverisje vetëm nëse do bijmë dakord me konsensus që mos jetë doktori kandidat për kryeministër, as doktori numër 2 që është Flamuri. Se ka vlerat nohet e Flamuri.